publik i dashur, Luj Kenjoni tha në karton, Kock me qenë. Nashta e ditni që nashta me qenë. Edhe i qenë i kishë pas numrin 6. 6. Tha numrin 6, edhe e la penzinë, babës rrugën e vetë, krejtë, aty të 6. O ba nërvazje tanë. Tha, po shkon e kapi qenin një pepsa si me në gjyrë të bardhë, e t'ja vizatoj qenit 600. E t'i ka hi gardhe, t'i ka hi qenit e vabë, po bërtet qenit ka jajnë, s'ka jajnë s'tash të gruja, dulë shkaj t'i po qenit ta në unën më që këtë 600, krejt paret në 6, shtaj këmë dhamë. Ne jemi në emisionin e 61, mirë mrama popull i ngullt në politik, i ngullt në kredit, e kemi thonë shteti... E ngullt të e njëkë qenin. Të e njëkë qenin, e i ngullt... A dhe pëse ka dhe qëtë Barcelet, sepse lidhet me emisionin e 61. Po, lidhet të natë. 6 dhe... 6, a më të që përna këshirë. Kur të shkajsh atë me hi, për me lëshu atë qenin me ikë, e ti me këshirë në televizor, pas ishte në pare. Mas ishte në pare se CD-ja është e përsërit. Theo, blej do speca, do pa të legjona, në i bukë, në i sem për fëmi amel, që ajo të shpia, edhe i gëzën fëmit. Jo, primer, mas fari shkoni këqërni e keni pagu fakturat. Pa. Lësho muzikën, Blerim, se interesant parika. Pa, lësho muzikën. Para se me shku të ato vendet e këqia, shko këqëre frigiderin, a e ke mush me sene, barem për një muj. Këqëre e ke pagu faturat e rrimës, tujit, ato. A i ke lanë barem ka 150 dinar për fëmi në shkollë, e tani për i mene se i ke qëto kushte apë dhe... E më falë, e na masi i ke kry krejt këto, mos ga bo prap me shku ato. Jo, se kesh të thonë... Kur, heq! Kesh të thonë të shka tjetër, Blerim, shkon Groplan, shka të thonë. Shkon Groplan, se ka më zi. Më kanë me dur, tje dur të më kanë me. I kanë me dur se së një krem. E ti, nëse i ki kushtet, kur ti regulloj shto që i ki përsipër, ti qafën le thefsh. Jo bre, hesh, nga më... Hesh, më shka, mire ka jetë. Hesh, më shka, hesh. Me që mi kesha, po takuam në emisionin tonë të 61. 61 javë. 61 javë, vërtet shumë. Vërtet mirë njëse falenderus. Kështu që, sot kena me trajtu tema, të ndryshme. Blerim, haraj, të deshti me thonë, po i që të i iki. Mirë njës për ekipin në realizos për shikusi që nga shikojnë. Edhe falenderus ndaj kolegu tim Patrik Veseli që... Pse? Do se në janë qkru me të kënjoni? Po, shkru me janë veç edhe do të mja po hizmetin. Po, do të mja po hizmetin pa tjetër. Shka po banë që këtë telefonin që të... ju që jeni online, banë edhe like nëse s'jeni me parti politike. Po, edhe mos të harojme potencu se kemi të nevojshme me e rikujtu që jeni me emisionin mas shikuar në vend. Kështu që faleminderit shumë për se cilin nga jo që e keni për cilë dhe e keni po emisionin deri me sot. Na e kena njës pak kështu si, edhin, ma ka dalë, aj që e ka rej qenin për shka këtë kockës, po na do shkojna ka njerë që shlun me fatet tona shteti edhe e ban një farloj kocké, ne do shkojna në fshatin me materialin që është në fshatin Lopat, në komunën e Kumanovës, e që është një tren aty që historikisht ka ndodhë dhe aksidente, aty jeton sepse nuk funksionojnë ato rampat, treni vjen me shpejtësi, rruga është që kalon për mjeku rrudh. E ftojmë Blerimin që ta ndjekim materialin që mujt pak me e pa që. Nuk ka lëshura, pa hitë. Unë po besoj, jeton, le Blerim dhe që kanë që ashtu në lopë le ta shojnë shikust, unë po besoj që jeton që kjo nuk gudzome, do më thonë nuk gudzome ndodha, na jena të pretendu, edhe krejt politikanë tonë që bajnë muhabete pa lidhje,
publik jam I dashur për m'ja kallëzu çka janë para përgatitjet për Bashkimin Evropian, seni para korrupsionin me hek, seni dytë për të bërë gati për Bashkimin Evropian janë siguria në komunikacion. Doma janë, a e din që dalin ata ministrat e kryeministrat e thotë jemi në fazën e parë të bisedimeve, jemi duke I dakorduar disa gjështje. Doma janë duke I dakorduar a ka siguri në komunikacion, a ka shenjat mjaftueshme, a janë shenjat falsë. Për shembull, ka shenja që s'ti numëron vetura ose navigacion, që sheh. Sti lexon. Ja ka dhënë ati, po bëz, ja ka dhënë të nderin, ja ka fut plastik, s'ka asasi kur ta ndez shtritën asi fosfori. Vjen edhe këqëretën, do më është shumë, tash, prej me misioni jonë është pak edhe satirë edhe komedi, po qëtu... Edhe tragikomedi. Qëtu tragikomedi, se për shembull mund me Kjo son rregull, kur son rregull. Kjo është një vërtet edhe një vërtet. Kjo është fakt, nuk Jo, para fakteve thojnë heshtin... Po, heshtin edhe do më të mdaj se na. Edhe do më të mdaj se na, kuna fakt heshtaj. A di qka mu më bë nervëz, po mene, jo veç këto, po gjitha ndejnë për Balkan, është problemi që zakonisht na e patëm edhe tragedinë e Koçanit që s'dojna me këthy prapë në kujtes, po me gjitha të ne duhet të mos t'i harrojmë senet dhe të Përmirësohemi. Jo, le t'i rikujtoj. Edhe të përmirësohemi. More, duke I rikujtu nashta edhe del në I shpirt mirë edhe I përmirësën sikur me rastin e ashensorit, nuk është që e kemi bonamin, po që e kemi nxerrë dhe është evitu, janë evitu disa ditë zije. Po. Sepse, kjo ditë zije për mu personalisht është një kurtoazije llojit vetë. Adin, të najtë një fore bja ba vetit. Po, e që traon atë, edhe në qofë se aj personi ose njerës kanë vendosë mi hi trenit për para tjedhës, më në shmenaj. Jes, më në shmenaj. Po ti kur t'ja qitë shtraon, rampen, tang, aja ka për detyrë më në alë të rampa. Edhe me I evitu që ato ditë zijes. Sepse duke e lënë rampen qelë, ti e hapë mundësin për me pas ditë zije. Pse do të me pas në ditë zije, kur ti e ki mundësin, sepse nga taksat e taksa paguesve ti paguash për me regullu çështjen e rampës, me lëshu rampen, që kur kalon treni, me kalu qetë edhe mos me pas ditë zije në Republikën tonë. Po, Që ka qështë të tjeshtë? Islami, se s'pje di emrin atina, Islami, a kusha ka ditë ndrim, e kish pas këtë gripin me barkëqitje. Po, e tani u konë... Po, tash njerës mos mundet bashkë qatë. Me gjithate. Unë s'pedi po veç e bone po kësi. Me gjithate, këto funksionojnë në mënyrë automatike. Edhe gjithë shka ta është digitalizume edhe është e funksionalizume qaq letë sa që veç duhet me u mirë mbajt. Edhe me pas vlerë jeta e qytetarit ose qytetares. Kjo ka shumë rëndësi edhe për vendin ku jeton edhe për shoqërinë, sepse nashta ti nuk kalon ka e rrugë, po kalon dikush tjetër. Po ka mundësi që ndonjëherë kemi qellu edhe ti me kalu asaj rrugë edhe mos me ditë, për ty është rrugë pa njohur edhe mund të mendohet më keq. Natën be nuk e sheh. Tani del presidenti, thot ditë zije, 3 ditë. Jo, ditë zije I ke bë për ty, ama me kohë se ke evitu që mos të ketë ditë zije. Po, na kemi politikanë, unë kom thënë popullimi dashuri ngullë në politikë, këto dita kanë tema, na e kena trajtu në një farë mënyrë tonë, në këtë jetë dulë, jo hini, ja, po vjen ja, s'po del, tash po del ma beti, po thoi një taravanin e përzuni, bleni, ja vleni do më shkrimin një parti, o burra, ndash shkrinu, ndash nxenu, ndash ngrinu në frigider. Populli ka nevoj për udhëhesje sepse javë ka dha kokrën, javë ka dha votën. Edhe kur t'javë japim votën, mos më bani me manevra, ka dal se tash unë jam kryeministër, plus këti taravarit prapi I plasin një skandal këto ditë, nas po merremi deri sa të merret prokuroria me ato sigurimet shëndetësore, invaliditeti, 49 vetë ishin të përzin me police, me doktora, me krejt primimarat
Që shi thojnë në gjuhën Macedone, tu gjanega. Do më rogën për me mbajt invaliditetin, ose ndim sociale, bravo, vlerim, invaliditore, e këshin smu njerin për me marrë atë rogën, edhe i që pa kon smuti. E këshin marrë pjesë doktora. Me pas beshta hekin, mos me pas të ngjesin. Po, nej, se na po shkojnë atë... Fadel, ja, është shumë rëndësi. Po, halo jemi të materiali parë... Po, nuk ka lidhje. Jepja një grëpë, jepja, se për ime e kam ke... Edhe të këmë thonë o blerim, a e bojnë për vla që të emision? Si meren. Jo si meren, jetoni për shamëll një epizodun një epizod. Se më rëndësi. Jo, okej, që po ullë në blerim, Qëre, kështë e thoni Gjova Adel që për te i kësaj që na kena mundësin dhe që na ka kriju mundësia me dalën e përmesoj dritare edhe mi thonë ato dukuri që na i shohëm edhe potencialisht që jenë të rrezikshme, ka plot njerëz Fadil të shtëpia që nuk e ka mundësin me i thonë. Taravari, rampa, paregullësia, dëgjëm se dikun tjetër po të më dalë. Paregullësia, ajo vështërsimi jetës, ekonomia, rritja çmimit, bam, bum, edhe vështirë të në i kompani të autobusa, që shtirët për Jo, si me si va reklam. Mirë, qatë kompani e thide, dhe që la 4 bileta për Gjermani. Düsseldorf direkt në i modër atje edhe veqesë. Po jam të hejtë? Sepse, migrimi i heshtur, në më thonë, kjo është pasoja ma madhe që i kanoset shtetër me potencial dvogël. Kjo është migrimi... Kjo i mira për ullë gata, do më marrë këta me shtinë kere me unis për Amsterdam të knaqë. Migrimi i heshtur... Po, migrimi i heshtur. Po, tu ka zbraz krejt katonët e Kuanovës, Tetovës, nuk kima. Po, si s'ka kushte, si del rampa. Aj hini, s'hini, dull. Dull, ja po del, ja unë jam maj madh, ja. Ja del aj drejtori i kap 100 mishe. Aj tash të ka mundësin me dal me thonë, ma në bërë bura, ma në apëshër, si s'banë, Fatmir Limoni, në gjani popull jam i dashur, edhe ju që jeni të ngullë në politik nuk i dini të sene, dhe më dhënë, mundoni, i ngullë një politik, kote, visa për me një kredit, me një punë shtetit e me marrë një kredit, me marru një shpita, një bjen partia jote për pushtetit, ty të qesni për aty të zaglavitet krejt jeta. Dhe më dhënë, Fatmir Limoni e ka tregu pasurinë, ose ka deklaru pasurinë, sepse është një legjë që duhet të deklarohet pasuria. Ligji për antikorupcion. Po, antikorupcion, ka deklaru që ka një motor, qëfar motori? Diçka që është si motor e Harley Davidsonit. Motor e Harley Davidsonit, edhe një Audi A5, më duket e kishte kupe, a këqër është ka thot material, kër e vesin diçka për një bashkëpartijak, ish bashkëpartijak tina. Hajtë të ndëgjojna. S'dilte me Audi, se nuk i marrë shumë këto veturat. Po, Audi A5, A8, A5 kupe. Audi A5, pra, 3 Motore e pas la Yamaha. Po, Yamaha, po dhe? Jalla, hiqe, dërim, hiqe. Ja nuk pi merë ka vesh. Ja, hiqë pi merë ka vesh, vi që i vozi. A pe merë vesh, me Fadel. Ja, unë e vish një sens për marrë vesh. Ti nuk je ka merë vesh, se kjo ka merë vesh kejt. Ti thoe, populli nuk mundet, adin me i thonë, populli nuk mundet me i thonë si kurën e ti në medium. Po. Populli, jam i dashër, duhet me i thonë me votë. Kanë. Me votë. Kanë. Pa knacin. Po kanë. U e thu me votë. Po mirë. Jo mi thy votë, se ndoshta... Qëto subjektet politike, mos tasin shumë për politikë, janë derivatin i subjekti politik, që që këtë shpjegu të njerë, nga PPD-ja të PDSH-ja, nga PDSH-ja të Alianca, nga Alianca... Edhe të Bardhil Mamuti. Po të Bardhil Mamuti, të BDI-ja, nga BDI-ja, të Vleni. Qa hona e grupi Zjarti, tani grupi Ftoft, tani grupi Nofti. Tani Zlen, tani bam. Do, është një riciklim i klasës politike. Edhe da është njerëz, vërtet, i kanë qëto mundësi për me votu. Jo, vota në mu, thoni po dojna një djallë 3, për shumë Fadilin. Po, ti nuk je himu matë, be vla. Qysh më të votu, me ardhë... Në shpi më marë. Të shpia me ardhë. Jo mu,
Po folëm figurativisht. Parim. Për shembull Bashkimi Demokratik për Integrim 23, 4, 5, 6 vjet që thej kemi në 7, 8, 9 maj. Sadullah Dorogi. Fantastike. Me gjitha të përshëndesëm Sadullah Dorogi. Sadullah më së merr me politikë. Kalon lafa. Po kalon lafa më së merr me politikë. Jo, dhe ishta me thonë që Bashkimi Demokratik për Integrim 22, 3, 4 vjet ka qenë pushtet. Ta kish marrë partia një djalë I cili në atë kohë ka qenë 20 vjeçar, edhe me mja pagu shkollën, me qu në për shkolla politike të mëdhaja ndërkombëtare. Për 23 vjetë I kish bë 46 vjetë dhe isha si një politikan kogja I fuqishëm. Nuk është se ka bo. Ka bo Bujar Osmanin, a? E ka bo Bujar Osmanin, e ka marrë Artan Grubin. Tash. Shka? E qka me bo tash? Ata ka zënë një Barcelit. Tha si u bone milioner. Tha shumë e thjeshtë. Tha, kur shkova në Gjermani, tha fillova me punu punën e parë me një McDonald's. Hajt, me kalimin e kohës, tha, e kuptova, tha, që është bohat kjo punë, tha, për nuk u mora, me këtë punë, tha, e qela një kësi që ndresh bohshe. Din, që krasit pisha. Krasit ta pisha, rrita firmen e bona, sen e I bona, tha, një 10 punëtorë. Edhe tha, nisi me jesë puna, bam. Per një moment, tha, e ku më thuj një bonkë, tha, që të I bona miliona. Të maj ma beti me fshisa kompalidhje. Gjerim, ne jemi mësu, populli dashur dhe publik jemi dashur që politika të ne ka prodhu kriza dhe milionera. Të ma kriza për me të habit ty, edhe me dekoncentru, a kënena me u ba milionerat. Qitash po shien do levizje, po burgosen ka pak, po nuk e di organet shtetërore, në këtë rast prokuroria, gjyqtarë do të vendosin për veprimet, a janë fajshëm, as janë fajshëm, po ka pas disa levizje në drejtim të arrestimeve të njerëzve të cilët jeton, mos haro, ka pas arrestime 3 ministra në të kaluar I kanë marrë në pyetje. Jënë këthy në retroaktivitet. Po, mos harojmë me thonë që detyra publike, prej momentit kër e merë detyrën publike, ani pse të bjen partia jote për pushtetit, edhe ti del për asaj ministries, ose prej ati digasteri, përgjithësinë e kiton jetën, se qa janë fakt të qenerit udhëhec. Përgjithësi, llogari dhënia dhe përgjithësi marrja. Dhe ma e merë përgjithësi për subjektit politik, cili të ka dhanë votën dhe jep llogari dhënie. Qoftë në parti, qoftë ndaj qytetarit që të ka votu, po qoftë edhe ndaj organeve kompetente që merren me atë punë. Ne qëtu po shkojna shpejt blerim te sponzori jon I cili është në çdo emision tonin Emeli gjendet në Tetov përballë shkollës Liria që tash ka bani prurje të re me dizajnet të reja të tepihave e kam pa një shleper atje tu shkarku. Shkonin të Emeli, nëse keni nevoj për tepiha, me matje të sakt, me prerje, me transport, me ngjitje, me prerje. Po s'të pret, e pren, s'po të pëlqen, ne hek, I ka dhe të tepiha në përshkallë që ngjiten me gomë, do më nuk lëvizim. Falenderit Emel që jemi neve. Shkojna e për duken ton është kujdesur butik e rina klasik e cila më së përzisë, ti thua ne gnej, e cila gjendet në qendrën Mavrovasja, këto afër poshtë, vetëm shkoni, bani zgjedhjen, tash edhe pak ofruan darësmat, maturat e keni me garanci. Unë për ju garantoj sepse vetë jemi duke I përdorë. Po shkelqen. Jetën. Po. Vdiq papa, në ndërkohë në Shqipëri ashtu mbajt kampanja. E do kemi shumë materiale nga kampanja se në Shqipëri përveç që janë humorista, ka pak janë edhe kësi, si I thojnë, marak me bomut. Ma e bojnë komplet mut politikanë, sikur gjithandej që e bojnë po atje pak si ma shumë, nashta dhe ade mat janë politikë. Seriozisht po du me të banë në pyetje jetën. Hala Sali Berisha?
Aje përfaqëson gjeneratën e re. Gjeneratën e qysh të re, të rinis? Të rinis, dhe më thonë 81 vjetë. Këna geriatris? Geriatris. Okej, aty në që shkojnë të vene atje. Hajde shkojnë me 1 minutë heshti. Ja, tha një qatë buli, ata ju me po kriminisë, me po drejtër të geriatris. Aty e ka venin, për lere atë... Pa dhe rinë me ata lunë ka pak shatë. Shol, shka ka thonë lerim shol? Lojmë të takim elektoral, juftoj të nderoj me një minutë heshtje. Juftoj të nderoj me një minutë heshtje. Juftoj të nderoj me një minutë heshtje. Një burr të madh të njerëzimit. Një mik të shquar të kombit. Më keshet me ata njerëzit që janë afer. Po, Se për shumë, a e po atë, unë e këshush atë tjetën që ke, mirë, erdhe në rene, po, e përthekova. Një mot heshtje. Po. A e bajnë edhe një mot heshtje për Sali Berishën? Për një mes se cila gjo e ka kohën e vetë. Qysh me thonë, edhe këta politikantë, menoj që duhet me regullu me letë që mbi moshën 65 vjeçare, me pushu aktivitetin tonë politik. Me që s'po din mu ngop edhe mu hje nga skina politike, bile me bo me letë 65 vjetë anej, sikur në punë bre, për nuk të marrë Mercedesi ma shumë më fadit. O jo, mes me hegre, mos e hegre, qohet e mjeku njerë. Du të mi kalu certifikatot. Duhen rotroni këti Mas popullit. moshës e vërtet, mas moshës 65 vjeçare. E qanë kontrol. Edhe paten shoferin. E qanë edhe njerë me këshyrë, me rishiko. Çdo 3 muaj ditë i ki kontrollat, syve, ti qetë sy, zoti për dëgjim, për... 81 vjetë, thëtë, unë jam me ardhme a Shqipnisë. Po, unë jam me rini. Ku je nisë, o bia? Ku je nisë, ose? Rëkuvot, po këtu. Po, Ska këtu asë atje. Që blerim që shikish hinë janë në kampanë, shumë ishin interesant. Dëmonë, di bashkë bisedim me Sali Berishën ka ndodhë dikon në Shqipëri edhe një janë kishin. Dhe gjohë blerim, dhe ta shojnë, jo. Po, taman, okej, me tavanin, mirë. Mirë, shu tavanin njerë tani atjetërën. Do të ngrenë tavanin e biznesit. Do të ngrenë tavanin e biznesit. A do nga greshën me me tavanin, o veri? Do të ngrenë tavanin. Do të ngrenë tavanin. Publik, ka desht me i thot do e ngrejmë tavanin e biznesit, do ma fitimi për produktet e punës e dorës me qenë pak me tavan më të naltë, edhe i thot atina do ngrejmë tavanin, a edhe ku na ka me qush, ku e që është tavanin ti? Që qëfar rëndë, zdia guzina me thonë legjerisht rëndësa, po vë rëndësa? Gënjeshtar. Gënjeshtar. Që qëfar gënjeshtar janë, deli thët do e bëjmë biznesin, tavanin e biznesit. Kur ka bo nëjtë tavan, nëjtë politikan kalzam? A bisedove këto ditë në Kosovë për qmimet dhe ekonomin me ekspert të asaj lëmije? Dhe më thonë, cila politikë këtë na ka bon, cila parti politikë ose cila grupacion ka bon në diçka të mirë qytetarëve, mi thonë biznesit nale qmimin që të orë. Këshore Vadil, e cilën i mua vetë shumë interesant. Për shembull, që 25 vjetë Kosova i kish pas vendos taks, Shtetet Bashkuara të Amerikës 10%. Aja ka qenë për unë mikot, e u lekë, sa shka ka në e? Po, për unë mikot, kur është menaxhu Kosova nga unë miko. Po kështë që ka ndodhë anomalia në anomalit në vendin tonë? O vendos taksa 10% dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës? Si derivati, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kosova u bo shtet, edhe më kush nuk u marrë me atë punë. Leve që të ka fajt. Ja kanë lënë taksën 10% Amerikës. Edhe ajta ka këthy. Edhe aj u qunë një ditë, me një menxes bukur, me lisë, ka thonë... A ty 10 mua? Edhe unë edhe i ty. Reciprocitet. Tani Fadil, çka është problemi? Që hala politika në Kosovë, pa dasht, fajin e kanë edhe ata që janë shkuar se kanë hik, po tash fajin e kanë edhe këta që janë. Ma Fadil Hoxha ka fajin Kosovë? Jo, për taksën po flasë. Ja, për taksën. Hajde ata, një grup për i dho vetë të drejt, një grup idiotësh që se kanë hik taksën, po ka një grup idiotësh të rinje, edhe u vërtetu që është taksa ndaj
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mu qoni me mëngjes bukur bashkë me thirr Këshillin e Sigurisë, me thirr këtë institucion, me thonë, o hiqni. O hiqni na falni, por zotë, ju nëse kërkojmë gabim apo ndjes që kena harruar dokumentin. Janë çu presidentja me ministrin e financave e ka nisë një gallat në Facebook të ushohet të ushty me zveti kush i ka fajet. O lene, s'po lypën fajtore, veç heqe bre. Ma e pakta është një vendim qeveritara, presidenciala, Këshilli i Sigurisë. Heqe edhe një selam Trumpin telefon. Ta heka. Ta kena hek pasha. Min ta kena hek. Kjo pi bjen Salea, vëllë Salea si kur djali mi qit babës toks. Që po vjen shpejt. Që po vjen shpejt tatina vetë që i ka marru të punu. Blerim, shkojna me kampanjën e Berishës që shihen njëni, pa shumë interesanta ma abeti, ngëne. Hajde. Shoferi Malina Dhukës. Po. Kam qenë shoferi Malina Dhukës dhe kam respekt për atë masë e Dinamës vinte. Apo më mrapa, çrën si ka. Kam punuar në kohën e Sali Berishës më para. Kam qenë shumë i kënaqur, kam qenë shoqërus në Kavaj, shoqërus i Gazmen Nogës. Borshjot, jam shtruar brenda 30 vjetës, jam shtruar 30 herë në psikiatri. Dhe për Edi Ramën kam respekt, po sa kam për Sali Berishën, nuk kam për asnjë në botë. Në vëllaj e toni përziti 3 parti politike, sa Sali Berishën e kishte për bolë. Ja, ka shumë i meqëm. Apo thu që i meqëm, Me ketë ka pak. Mirë me këto, mirë me ato. Edhe nëse gaboj, tha im konë psikiatri. Shka jetë. Ta këna pi supën, ta këna pi supën. Edhe që kja fjalla jeton. Sërë, zishtë kam pëndëgjejnë për TikTok e abo hit, jo që dishka po ta këm pi supën. Kjo është, e kanë zbutë se të na u konë i sholla të hau guloshin. Të pome, ati të zotit lasht është të hongsha guloshin. Të hongsha guloshin e ta është... Të hongsha halven. Të hongsha halven. Edhe të na është drejmë të hongsha halven, po që ta është e kena sofistiku... Halven a halven? Halven. Okej, se më do këse që ashtu po t'inglon. Ja. Ati më së gutë me volë. Se kena po me halla. Se kena po. Qëre, a shkojna me një material që... Jo, a shumë e rëndësishme. Jo, e ka gjithë shka jo, si të njësi me volën e ka jo. Jo, po, grahe, po. Qëre në Amerikë, për shembull, a e kene pa, na shqiptarë që kemi, se na e marëm shembull Amerikën, se për me... Që kemi na shqiptarë? Pritë të tregoj, që kemi na si shembull... Jo, për me që kemi? Po, ama jo. Shi bjen kja blerim gjunë Shqipe, kur të mpyç ti për diqka unë thamë, ja, po blerim, ama jo se... Yes or no. Yes or no. Se në Amerikë ka po, yes, edhe no. Yes or no. Yes or no, but the... Ves në ka një, fake, krejtve fake. Aja u më në... Po në banë havoja, fake. Hajde shkojna. Publiki jam i dashur, mos i dëmtoni parqet, mos i dëmtoni ulset, jurini që dilin e për parqet ashtë senadës, po kemi shumë vak, do më donë, për shkak të obligimeve që i kemi ndaj familjeve, me ju siguru ushqime, me ju siguru veshqe, ashtu, ka njerëz po mujna mi u po ku jeni, po të gjitha ta që bojnë levizin e për parqet, nëse s'mon është me mjell një dru, mos e prish atë ulsen atë ose për të me kuptuar i gjithë opinioni këllupat në përparqe, sepse një video që e ka qitë në Tiranë, një vandalizëm i pa parë një gjeneratës së re e cila kryesisht merret me TikTok edhe me rrjetet sociale edhe nuk ja din vlerën atyre pleqve që shkojnë aty pak me gjetë një trohije, me bashkë bisedu. Lenja venin sepse nesër, pas nesër do vish edhe ti, Blerim s'ma kell shumë muzikën, nesër, s'ka lidhe, do e shohesh ti Blerim. Mirë. Nesër, pas nesër do shkojsh edhe ti aty si plak do ulesh, do e shohesh dëmtimin që ke ba kur ke qenë i ri. E pastaj do jetë vonë, sepse fuqia ma nuk ke fuqi për të ndryshu. Për ndëgjojnë që të materialin Blerim, për shohim materialin, edhe për ndëgjojmë si vandalizohet nga fëmijët parku, ose një pjesë e parku atje. Ta dronë t'i kam ba, po,
Dronë t'i morën, ba blerim, po dikush i ka paguve ato, dikush i ka konstruktu, dikush i ka ba një kanë gjitët, e apshen midis ditës o blerim. Dëmtohet karikja, që. E nesër baba i vetë shkon, s'ka kom ullë. Qka thu jeton ti për këto fenomenet? Qërë Fadil, kjo përveç që është e frekshme çka po shohëm një gjenerat t'il, por që kjo e tregon edhe edukatën e familjes. Me besani një gjë mund ta konstatoj me saktësinë më të madhe që këta fëmijë e kanë pa dikon në familje duke bërë gjëra t'illa. Ma kujtova ato, kur a shku në shkollë dhe zatet, arsimtarin e i thot arsimtarit, arsimtar, profesor, veç pak të baj një pyetje për arsimin, a i pinkatin e dytë. Tha, ja, arsimit në këtë vend, tha, ja kum Tha, ka shku për lesh arsimin në këtë vend. O, tha, jo, për arsimin kështu në përgjësi. Tha, po, djali jeme ka emin arsim, e deshta mja këshyrë në notat. Këtu ka të bëjë edhe arsimi. Familjar, arsimi, shkollor. Edhe arsimi na kemi pa edhe materiale shumë aheret, ku i thot mësusës, apo ma qetë 5 që a unë ishtina në rrim. Edhe këto janë gjeneratat të cilat ne me gjas kena me përfundu në duart e tyre kur të plakemi për na impozjen ose na i gjë tjetër. Allah, Kjo është e vërteta. A i him shotës, qërë, në botë për derisa dikush i prish të ne në shqiptarët ullëset, këj zotnia e ka lidhë shotën dhe shetit. Që jara, ne ka qetë pak shotën me shetit. A më sa dhe që kja pak tepër dyqysh? Hiku na mendoje, se jeton vetë, pa drita. Mos ma torturojnë është njeri me mendori, njeri budala. Budala është, hiku na mendoje, se jeton vetë, pa drita. Mos ma torturojnë është njeri me mendori, njeri budala. Budala. A më sa tepër dhe që Unë më thonë drejten që të vjeti ku më po... Ka një javë ka kaluar, hiku na mendoje, se jeton vetë, pa drita. Nuk kom po një rast të tillë me lidhë shotën edhe me enë shtu seriozisht shotën. Po njeri sa po jetejke, sa le po mësejke, s'ka edhe s'po që ta e pash. sa le jarane ja me zatetën me lidhë shotën edhe me enë. Nuk duhet dhe bashkë mi besu gjithkoj, nuk e kam fjallën për grunë. Pa atina për masë. Lësho këshirë bërë, lësho dhe të folë, jo, ti të reqës e ti zakonisht të reqës. Që, ma e bërë mashinën. Për një moment tjetën, vetëm i ka shku menja që për i me e shpoj. Mos i besoni njerëzve për mas, me e kam. Sot Ama mundi... për një me atë të fatë. Ma jetat në kam. Ate për që të ishin njerëzit të ne, pleq të ishin nëse kin s'ta kish një morë për mas. Adin deri sa kështetin për zidi, njëra thonë se s'ki nevoj me këqyrë. Nëse e për mashinën, shka për ja jep aty? Po ja dha i ngratim ja mojnë. Po lëshu mërën tukë. Po i vyka pe. Edhe thëj, haq që banë më një kafe, adin mashtruhet i qysh. Blerim deri ku jina, blerim kalzom. Tha, Blerim, qash kena mi kalzu publiku tun, edhe gjithë ata që dojnë me rajt shefat se ashtë smut, një grue kishë zvullu shumë një metod mirë, qysh me rajt shefin e thirë në telefon edhe duke si me konë spital. Ama e ka përdur mikrovalin. Lëshu, Blerim. Hi, I'm not going to Sure, be able Zonin, to sure. come to work today because I had to come into the hospital and they're doing tests on me and get me hooked up, so I won't be able to come in and today, and we'll find out what's going on here and I'll let you know. Okay, thank you. Janë ato varatët në spital që bajnë pip. Që, pip. Edhe na
javën tjetër dhe jena smut. Ej, përnina... A e pa e sa mirë tit, edhe tash e shefe nga nga tjetër ka, këtu vdek ka. Qështu populli dashur mundi me rrejta, më rrani pak kreativ, bana, edhe kur të rrani. Edhe nëse të ardhën dhe sa kes gjina. Gjina, po, jo, krank i thojna, në Gjermani Po, krank. krank, po, se e kemi të njohur na... Po, si krank. Krankun e kena të njohur. Fadila shumë... Me si jena të kranku edhe grybet qartë tut, kryesisht të përdori këtë fjallën krank, kur të vinë në vendlindje, edhe Kosovë, edhe në Maqoni, edhe gjithandej, vinë të fryrë, vinë me pare, të kvellt, e pastaj na i repëm këtu. Edhe këshërën e qysh Qërën e qysh këta jenë, qegërve qartë, qërën qysh a ardhë, duke u këthyrë, duke shku në Kosovë, edhe duke u këthyrë nga Kosova. Do më thonë, blerim... Si të të sen veç... Ja, po. Dhemshë. Dhemshë. Qa? Dërimi e... Kur ku me ardhë e ditë që me ardhë qështu e mu këthy qështu. Ose njëherë ma trash dhe qysh... Zbata e punë, zbata e punë. A që të taj kungji jetën? Po. Që e ka pas mjellë në Drenish, dikush... është fantastike, puna kungjit është E fantastike. kina pas në emision në atë kungjin, që ka mjellë drunin këtu e ja ka shti do kungja me majtë prej erës, në vend që mi zonë druni i ka zonë kungji. Po, në vend që mi zonë pema, i ka zonë kungji që ka shti me majtë pemen. E këtyre njerëzve në përbot, ka hy pa tjetë majet drunit, e prejnë pemen edhe aja pet mullet të tokë, si kur me së pas ka e prejnë eqë. Që dikujna i zen pema. Që? A të që i zuni pema. Dikujna shokoladin, dikujna edhe knëj si t'i bojnë vu, dikujna aspullat. Po veç të thejsh. Që? Që? Hap, pip. Ska ma, kur e dën, e dën. Kur e dën, e dën. E tash, shkojna edhe me një material, s'di që shena me kohë, po... Mirë, ina materiale është jërë zakonshëm. Të ne, në përgjithësi të ne musliman, për shembull, puna e varrezave është pak ma e caktuar që duhet me qenë, po ne... Edhe unë me i Fadil falë që po të ndërprej, është ma e bukra e rregullume. Po, sepse, adin, ke vdek, ka hesa ja punë. Nga toka kemi arë, në tokë do të kthehemi edhe aty përfundon gjithçka. Po, ama shife që ka bëjnë në Meksik, tu shtyn janë me tjetrin cili ka varrezat më të mira. Po, hajde. Lësho blerim, lësho ta shojmë, lësho. Rreth e rrotull është duke u rënuar nga varfëria, ndërsa kjo, që duket si një lagje filash, është në fakt varreza luksoze e bosëve të karteleve të drogës në Meksik. Varre të cilat fillojnë nga $500,000 shpenzime deri në $1 milion e ca dollar. Varri i vëllait të El Chapos ka kushtuar $1,200,000. Brenda këtyre varrezave që ngjajnë si vila luksoze, gjendet internet, televizion satelitor, ajër të kondicionuar. Materialet që janë përdorur për të ndërtuar këto varreza që nga floriri deri tek xhamat antiplum. Mes familjeve të karteleve mafioze ekziston një garë se cili do të bëjë varrin më të madh. $1,200,000 Njëri i dekt, gjomat antiplom. Internet, prana. Air condition. Air condition, me pladit, e rënë. Televizor. Me këshyrë na i lajmë shka po ndodhë me botën. A përshë që jena qupesh. Kalu e sopi, fart kalu e sopi. Po kjo son rregull, kur gjon hiç. Nuk kanë rregull, një studim që... Edhe për mu ke interesant Një studim që i kom lexu, blerim lava mrena në boshtin e tokës, e ka një silje që shtuhet e ban gravitetin. Para 2 ditëve nuk e di janë rënë, po pa kom frigoj se i njëti institut ku e kom lexu që i ban ato shpimet edhe ato studimet, sa ka njëse ja lava ka dal vende si kur mu përzije me u kry kontra. Po me kreshir. Po hinë si kur ndërmjetet është me s'pëtën me u kry kështu krej. $1,200,000 varë. Varë. A ke pa nga kur të dojna me i tha dikujna diçka me ofendoj dhe me varë. Me atje së një thonë se $1,200,000. $1,200,000. Së një thonë asha varë, për të të mi thonë, varë ko këti. Kogja varë. Kogja varë ko këti. Ti ko ke varë Meksikanë. Pa, me na të ushty me varë.
Vlloja jeme ka vurën më të mirë. Po dhe ti ko ke varë meksikan. Po, ko ke varë me internet. Të mos vjetin, tani në nënkuptohet shka, të 1.200.000 euro varë ji. A e ve po prike vlloja El Chapos, me 1.200.000. Po, be, El Chapo. Po, bliki dashur. Po. Ne po shkojna kadal, edhe në... Jo, kadal, sa lesësim të shkurë konë, prit. Na po shkojna kadal, ka funë e emisionit, po shkojna dhe dite me afer zgjedhjeve lokale, edhe do ketë në emision tonin Termet, do ketë sikur që shka ndodhë në Turqi, një kolege jona në Turqi, gjatë transmitimit të lajmeve, e ka zonë Termeti. Shumë blerim të ashojnë se, po du me e pa, edhe publiku jonë, i cili nuk e ka pa në për rrjetet sociale, ne do ja observojmë, që ndodhë, jo, Ja, mira. ama të natë ndodhë atje. A, blerim? Ha, ja, këtu, e mirë, se të gjysh blerim më njerë. Şu anda çok şiddetli bir deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da Normal. hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Normal. İnşallah Sakin Zotin olalım. mbron Çok yüksek bir prej deprem fatkeqësive, olduğunu söyleyebiliriz. sepse Stüdyomuzda këto janë fatkeqësi, çok derinden hissettik, po, çok derinden hissettik. çto Şilan fatkeqësi annem që ulaşabilir përna i misin? ban Çok derinden njerëzit jeton hissettik. diqysh. Çok Po yüksek këtu unë me ne gjenë edhe shaja, si ne duhet bëhemi... Ne në fakt nalemi. Duhet bëhemi më të mirë. Do të nalemi pak, ha? Që e kënja në naleve? Po edhe ti themi stop disa gjërave që kemi fillu me të pru. Jepja një groplan dhe ta thot një stop para se me më villëftëju, dishka publikot kështë me muzik, blerim, se pe ban mirë që ta me muzik, blerim. Erdhëm në fund të këtij emisioni. Shpresoj dhe besoj që të shihemi në emisionin e 62 me radhë. Deri atëherë, miru takofshëm, por mos harani që me e shiku portalin e televizionit Alsat, alsat.mk, Facebookun e televizionit Alsat, TikTokun, Instagramin dhe YouTubein e televizionit Alsat. Brenda YouTubeit është edhe emisioni jonë në Breaking News. Dere atëherë nga unë... Jo, prit mirë, ja bane blerim që ja qitë të vijat, sonë të kuptaj që ja qitë të vijat. Njerë du të me shku të sponsorët tanë të marketingu, ti mirë e kryti, ti për vetë e kryti. Kjo e kryti, kjo njërish mund është me jetës. Unë e kryta, dere atëherë... Shkojna me marketinge, tani këthejna adhone edhe njerë të kry. Këthejme edhe njerë. Jetoni e kryti pjesën e vetë të përshëndetjes, kështu që se lejoj ma mu përshëndet. Publik i dashur, të gjitha materialet e Breaking News i gjeni në kanalin e YouTube-ës Alsat, që është në YouTube në Alsat.mk, lajmet dhe gjitha materialet tjera mund të gjeni në Facebook Alsat.mk, në TikTok Alsat _MK dhe lajmet, emisionet e televizionit Alsat i ndiqni në po të njëjtin ekran si që është programi 200, pastaj programi pasditës, mëngjesi ditë e re, pasqyra shëndetit, automagazina e tjerë. Një falënderim të veçantë për ekipin realizues. Jetoni s'ka drejt më me fol, blerim ti e ki në dorë me basë zi. Mbele. Po në emisionin, se...